lukun e gjithë shka tjetër. Pjesa tjetër i takon atyre që do ta organizojnë. Janë përmendur shumë emra. Në fillim u përmendën emrat e opinionistëve. Është diskutuar shumë për Dalin Abuzin, por Dalin Abuzi në fund fare tha jo, unë nuk do t'jem aty. Ndërsa portalet dhe informacionet e tjera afër produksionit zbuluan se një nga opinionistët do t'jetë femër, do t'jetë Olta Gixhari, ish vetë konkurrente e një formati të tillë, nga ana tjetër aktore dhe personazh i botës së televizionit dhe i rrjeteve sociale. Olta Gixhari ka qenë opinioniste e Bigut të Kosovës me Milaim Zekën dhe të dy kanë një respekt jashtëzakonshëm për njëri tjetrin, dashurohen në mënyrë po bëj shaka sepse e urrej njëri tjetrin. Milaimi Oltën dhe Olta Milaimin. Sidoqoftë, Milaim Zeka nuk rikthehet, por kësaj radhe është vendosur që në krah të Olta Gixharit të jetë një femër shumë e famshme. Po, një nga femrat më të bukura të showbizit shqiptar, më potente dhe me një emër shumë të madh e me karrierë të jashtëzakonshme. Por më parë përmendim shpejt u përmendën disa emra konkurrentësh, para se të shkojmë te zbulimi i emrit të opinionistes së dytë pasi Olta Gixharin e zbulova. Emrat e personazheve që flitet se do të ishin në Big Brother VIP Kosova deri tani, të përfolur, jo të konfirmuar janë Diona Fona, Zafina Ismaili, që më duket se ky emër është rrëzuar që në fillim. Shndrit Lumi. Ju thënë gjë këto? Mos më thoni që janë emra që nuk i njeh askush. Sepse ka shumë njerëz cilët vinë të njohur jo nga bota e muzikës, jo e filmit, jo e kinemas, jo e televizionit, por janë thjesht tiktoker të famshëm apo blogger Instagramit famshëm. Keni dëgjuar Benita Zenën, Shkurta Haxhiun, Arbenita Ismailin? E keni dëgjuar. E keni dëgjuar shumë edhe nga martesa e saj me Feron, ka një fëmijë bashkë dhe nga gjithë historitë që erdhën pas. Sasa Hoda, Zoja Nushi, Shpat Krasniqi është një tjetër emër që e kemi dëgjuar të përmendet për të hyrë në Big Brother. Por është edhe një këngëtar i cili përveç këngëve të tij që ka bërë hit edhe kërcimin e tij në TikTok. Po flasin për Beta, është një këngëtar që mbledh miliona klikime, edhe kur kënga nuk është hit kërcimi i tij, personazhi i tij në TikTok. Për të shkuar pastaj tek një grua e cila është e mbuluar dhe flet për fen në televizionin e Kosovës, në televizionet të ndryshme të Kosovës, është pikërisht Iqbal Haduti, një nga emrat që flitet se jo vetëm që po bën tratativa për të hyrë në Bigun e Kosovës, por ka vendosur edhe kushte, sepse ka kërkuar që nëse do të jetë në Big, duhet të ketë një dhomë të posaçme për të fjetur vetëm dhe të mos jetë në një ambient të përbashkët, siç është formula e Big Brother VIP apo Big Brotherit normal në mbar botën, për të qëndruar në një dhomë gjumje, për të fjetur bashkë me njëri tjetrin, femra dhe meshkuj. Më duket se ky është një nga kushtet